e konsideroj vetëm me fat që kam filluar karrierën politike si opozitar. Por mbaj mend mirë 2009-2013. Dhe di fort mirë, qesh. E mbaj mend fort mirë kur zonja më fjalë drejton të kuvendin se si silleshin ministrat, zëvendës ministrat, drejtorët e institucioneve në komisione parlamentare. Si të fort. Nuk të jepnin fjalën. Ç'kemo? Unë ngacmove për parsën apo e ke... Është diabolike kjo ndarja që synoni veri juk. Mos u mërzit, mos i merr seriozisht. Po në Shkodër kur ke qenë për herë të fundit? Po në Kukës kur ke qenë për herë të fundit? Sepse në Tropoj, për shembull, kisha qenë për një ngushëllim nga 2016, mos gaboj. Por nuk njihej Tropoja që pash para ca muajsh me Tropojën e kohës tuaj. Jo nuk ishit këto. Kur zoti Spahiu foli se si veriun e kanë lanë pa investime, me njëherë, zoti Rama i shkroi mesazh Ministrit Financave dhe i kërkoi që të reagonte. Fola unë, po për të njëjtin realitet dhe i kërkoi këtij tjetrit që të reagonte. Ndoshta është më mirë që t'i thoni kryeministrit të vinë këtu të reagojnë ai vetë, e para. E dyta, deputetin që sapo foli e kam pas dhe njoh prej shumë vitësh, ka qenë këtu në këtë seancë, e kujtoj vetëm për një fjali që të vjedhim me lezet. Në atë kohë nuk ja kam marrë për të keq se kam thënë ky s'pas ka as eksperiencë politike, pas kam gabu. Ai nuk ka as inteligjencën minimale dhe një sugjerim për ju. E mira është që ato që janë pishëm mos i leni për më shku tek ajo foltori aty. Faleminderit.